Organizatorët e protestës së 13 dhjetorit në Shkup thonë se të shtunën përmes një tubimi paqësor do të kërkojnë lirimin e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët sipas tyre padrejtësisht po mbahen në gjykatën speciale në Hag. Organizatorët thonë se kjo gjykatë përmes bashkëpunimit me prokurorinë serbe, me këtë gjykimi po tenton të njollos luftën e drejtë të UÇK-s. Bujar Dardhishta në cilësinë e organizatorit tha se për mbajtjen e protestës kanë kërkuar leje nga qyteti i Shkupit, por ende nuk kanë marrë përgjigje. Konform ligjit për organizimin e protestës kemi adresuar 2 kërkesa madje në qytet Shkupit se konform ligjit për veçeverisë lokale për sheshet dhe bulevardet kompetent është qyteti i Shkupit. Kemi bërë kërkesë para 3 jave në qytet Shkupit, të njëjtën kërkesë dytë e kemi adresuar para 1 jave, kemi marrë një konkluzion për ta paguajtur taksën komunale, gjë që e kemi bën, dhe presim proces e sipër për të na dhënë lejen. Normalisht nuk mendoj që duhet të ketë ndonjë pengesë, për arsye se kjo është drejt kushtetuese e çdo qytetarit në vendin tonë, ne jemi shtetas këtu në vendin tonë dhe kemi drejt të ngrijmë zërin për çfarë do që mendojmë. Kjo protestë nuk është adresuar kundra ndonjë etnitetit. Kjo është protestë që organizohet bipartijake, është pura shqiptare dhe këtë protestë shqiptarët nuk duhet ta përkrajnë parimisht, por realisht, për atë arsye, sikur në Tiranë, në Prishtinë dhe në qendra siç është Haga apo Strasburgu, që gravitojnë si qytete në vendet europiane, dhe ne kërkojmë një drejt tonë kushtetuese, e cila është edhe drejt që është me të gjitha parametrat dhe konventat ndërkombëtare mbi liritë të drejtat themelore të çdo individi. Gjavit Jashari nga shoqata e familjeve të dëshmorëve të UÇK-s tha se qëllimi është që përmes protestës të kërkohet drejtësi për krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Qëllimi i joni vetëm është që të kërkojmë drejtësi dhe solidarizohemi me Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë të tjerë që padrejtësisht po mbahen në gjykatën speciale pra në Hag. Duhet ta kuptojnë gjithë opinioni edhe këtu, po gjithandaj që ne nuk i thrasim protesta dhe nuk i kemi thirrë asnjëherë që të kundërshtojmë ose kundër drejtësisë. Por protestat tona pikërisht në këtë rast ku po atakohet lufta e shajt e jona pra ushtria çlirimtare e Kosovës, protestat i kena thirrë dhe çdo individ që i përgjigjet kësaj proteste flet në vete dhe kërkon drejtësi. Pra, atje është duke ndodh pa drejtësi dhe në këtë rast. Në rastin e parë kërkohet drejtësi, ndërsa protesta është e orientuar kur atje po ndodh pa drejtësi dhe protesta e jonë pra e shprehim ne si këshill organizues bashkë me veteranë, invalid, familje dëshmorëve të gjitha luftrave çlirimtare, po edhe gjithë ata që e kuptojnë shqetësimin tonë, i ftojmë që të janë prezent dhe të shprehim lefin tonë sepse po goditet, po atakohet lufta e drejtë dhe e pastër. Tubimi protestues do të mbahet ditën e shtunë më 13 dhjetor në ora 13 tek sheshi Skënderbeu.